incidali i famshëm që njohin të gjithë, por që në fakt është hequr nga terapitë standarde të trajtimit të alergjisë për arsye se ka shumë efekte anësore. Është një antialergjik që ndryshe nga cetrizina për shembull, që është standard dhe zgjedhja e parë, kalon në tru dhe jep efektet anësore shumë më shumë se sa antihistaminikët e rinj, antialergjikët e rinj, duke thënë shumë më shumë përgjumje, ndonjëherë edhe turbullirë në shikim, ndonjëherë edhe thatësirë në gojë, dhe për më tepër duhet pirë që të ketë efektin disa herë në ditë. Kështu që jo vetëm që na pengon në aktivitetet tona ditore, por sigurisht edhe rezultati nuk e ka gjatë gjithë ditës, duhet që të merret disa herë, edhe pse pacientët shpeshherë marrin një tablet para gjumit dhe mendojnë që e zgjidhën problemin. Kështu që informacioni është shumë i rëndësishëm për të ditur kur dhe çfarë duhet të përdorësh. Ndërkohë, tabletat e reja kanë shumë më pak efekte anësore, janë gjenerate 2 të antihistaminikëve, nuk kanë këto efekte të përgjumjes kaq të theksuar, e kanë, por më pak edhe shumë, dhe veprojnë dhe mbajnë në një kohë më të gjatë, edhe pse ndonjëherë kur simptomat janë shumë të rënda, mjekët këshillojnë që të përdoren edhe 2 herë në ditë, pavarësisht se shkrimin e kanë që duhet të merren 1 herë në ditë.